Unë i ka tel copa. Edhe në qysh, në kreti jemi dikush ma shumë e dikush ma pak pjesë e rrëfimit të një katilit. Edhe që kjo menoj që është fitoria ati me e madhe me një gjenerat tonë. Kur muzika e ti sukon një knatësi shpërqëndruse që vjen e shkon për një banim ku shkon e rren për me u shpërqëndru në zhandre tjera, po prap të u këthy që aty. Qatë shumë tension ka brenda këti teksti, copa, sa mundet me kalu në mitologji, në diçka që mundet me i qa malet, figurativisht, po e thëmë, prej presionit që ngërthen veti. Menoj që janë do veprat cilat janë thjesht të paurryshme, edhe menoj që Unikatili e gjem vetën mas shpeshti me një list imaginare të top 10 kongve ma të paurrejtshme nejherë. Ta jep një pasqyr ku e shef vetën jo si të plot, po si proces, si diçka që vazhdimisht thehet edhe ringjitet. Edhe ndoshta që kjo është arsyeja pse qysha thash njerëzit kthehen prap te Unikatili si banimi përhershëm, sepse aty nuk e gjenë shpëtimin, por e gjenë edhe vetën në formën ma të sinqertë të mundshme. Hajde zbërthejna pak tekstin që të ma fantastike, mitologjike tekstit, definitivisht. Hej, para se me vazhdu, mos harroni te babun, jo që jeni unt, që të përësitni, do me thonë e shini mesatarën përgjigjet, sa shpejt ju vjen 15-20 minuta e keni para shpis dërgesën e ushqimit, babun e gjeni në App Store, Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën, top kualitet derivatet edhe posta ma kredibile në Kosovë, ma serioze, është posta easy njerës, super shërbim ndaj klientit, super shpejtësi ndërgesa. Dhe i pra të Unikatilit menoj që janë për kufizimin një raporti pothuajse ekzistencial mes artistit edhe dëgjuesit. Edhe copa e forcon pikërisht që tezë është përvojë që përjetohet edhe bartet me veti. Teksti nuk është rrëfen në një farë historie lineare, ma shumë është një fragmentim i vetdijes. Po fol për një njeri që nuk po e hub veç botën për rreth, po edhe unitetin e vetës. Mu bo një mendoj ëndër, të vjen si zinxhir. Tash po folit që përjetova ënë si eksperiencë këtë tekst, që to ëndra që zakonisht është arratisje, këto është burg. Suksesi i pështjelt me kallabllak se hire nuk është triumf, po një mjegull ku njeri humbë të. Pra, nuk është historia ngritjes, është ma shumë e mbjetesës nga sfidat. Pastaj vjen dilema thelpsore kjo ke fantastike. Marrëdhënia me Zotin. Zoti kënë e dënë ma shumë, i sprovën mas shumëti. Nuk është thjesht një fjali popullore, këtu bëhet një akuzë e heshtën. Nuk po mohet Zoti, po e qetë në pikpytje drejtësinë e kësaj dashnie. A thuaj po mdoj ka mu, kur po thot për shembull është nështë njën nga pyetjet më të rana në gjithë diskografinë e Unikatilit, sepse nëse që kjo është dashni, atëherë çka është braktisja, të paktën qyshe kuptojnë. Figura e Azraelit që mdjek ana shkrahit, pastaj e zhvendos tekstin me një zonë ku vdekja nuk është fund, mirë po është diçka që është prezencë konstante. Nuk është dramatizim, është normalizim i vdekjes, do me thonë, i fenomenit vdekjes. Derdhe rakit e vorri vllai, çka thatë, jo e pat në formën që shohën e tash, jo si ritual, po si vazhdim i jetës me mungesën. Këto dhimbja nuk shpërthen, ma shumë sedimenton, do me thonë. Edhe pastaj vjen një nga momentet ma të forta metaforike. Zotim la me pa që shky guri syti pshurre. Është përplasja mes imazhit vetës si fort guri edhe realitetit emocional që të radhën. Nuk ka heroizëm këtë, ka veç ekspozim brutal edhe të sinqert. Refreni copa nuk është thjesht një refren, është strukturë, është mënyrë qysh kjo kong me ndonë. Të rupit që tu ndo edhe se sakica tu muqa është një metafor e identitetit që shpërbëhet në presion. Jo njëherë, por vazhdimisht. Edhe ajo që e bën fuqishëm është se nuk ka rezolut, nuk ka rikthim në një unë të plot, mirë po në një unë shpërndom, nëse ka sens, se i kumi shumë fillit me qitë kongë. Po ajo që e bën copa me qëndru gjatë nuk është veç pesha filozofike, është fakti që edhe kur ai thot unë jam Katili mu, lemni jashtë gishtat e mesëm, këtë kime që të qënë, nuk është rebelim adoleshent, është një akt i fundit i autonomisë, një mënyrë për me rujt një grimt kontroli me një bot që po coptohet. Qika që për me njerëz më sarroni, unë jam Burim Bacolli me që ta mërëm gjenin këtë platformat, siguroni një follow me ma bo.